Në një atmosferë të mbushur me pasion për artin dhe tingujt e muzikës, biseduam me drejtoreshën e shkollës së muzikës në Ulqen, Fatime Buzuku, e cila na tregoi për planet, aktivitetet dhe synimet e këtij institucioni që prej vitesh kultivon dashurinë për muzikën tek brezat e rinj. Shkolla e muzikës vazhdon të jetë një nga qendrat më të rëndësishme kulturore në qytet, duke ofruar jo vetëm arsim cilësor, por edhe mundësi për talentet e reja që të shprehen përmes artit muzikor. Me entuziazëm, drejtoresha Buzuku foli për koncertet e planifikuara, pjesëmarrjen në aktivitete kulturore dhe për kushtimin e stafit pedagogjik për të zhvilluar aftësitë artistike të çdo nxënësi. Sipas saj, fokusi i shkollës mbetet përgatitja e nxënësve për një të ardhme të ndritur në muzikë, por edhe forcimi i lidhjes midis shkollës dhe komunitetit përmes evenimenteve që pasurojnë jetën kulturore të Ulqenit. Po, natyrisht si çdo vit kemi filluar që në fillim që në shtator me përgatitjet për këtë vit shkollor. Kemi mjaft aktivitete dhe koncerte që na presin që t'i realizojmë me sukses. Sa nxënës aktualisht ndjekin mësimet në shkollën tuaj dhe në cilat instrumente janë të përqendruar më tepër këtë vit? Edhe këtë vit në shkollë kemi të regjistruar mbi 300 nxënës në 8 deg, pra në 8 deg aty përfshihet edhe shkolla e baletit. Degt janë po ato të njëjtat, pra instrumenti pianos, violinës, violonçelit, fizarmonika, flauti, solo këndimi, besoj që nuk kam harruar ndonjë. Më shumë kemi vajza, ndërsa mund të them që në shkollën e baletit kemi 100% vetëm vajza të interesuara. Po për momentin, natyrisht sfida ka gjithmonë, duhet shumë punë që gjërat të realizohen me sukses, mirë po ndoshta një nga sfidat janë hapësirat ose salla e mirëfillt e koncerteve. Këtë kam cekë edhe shpesh herë më parë. Ne kemi sallën e cila është e përshtatshme sa i përket instrumenteve, mirë po kemi nevojë për një sallë më të madhe, sepse nuk mjafton, kemi shumë nxënës të cilët meritojnë të paraqiten në koncerte dhe natyrisht të kenë edhe publikun edhe ata të dashurit e tyre aty të pranishëm që t'i përkrahin. Çfarë aktivitetesh apo koncertesh keni planifikuar për këtë vit shkollor? Këtë vit e kemi menduar, sa i përket gjysmëvitorit të parë, kemi bërë një koncept pak më ndryshe këtë vit. Nuk do kemi koncertet e degëve ashtu siç kemi pasur vitin e kaluar, por do kemi koncerte ku do përfshihen jo vetëm ato, domethënë koncerte degëve, atë kishim kështu që një mbrëmje ishte dedikuar vetëm pianistëve, një mbrëmje violinistëve, domethënë ishin të ndarë. Tani do i bëjmë të gjithë së bashku. Edhe dua të them që ndoshta nga fillimi i nëntorit deri në fund të vjetorit do kemi një sër koncertesh, një maraton koncertesh çdo javë ku aty do përfshihen dhe do paraqiten nxënës të gjitha degëve, pra jo vetëm instrumentist, por edhe këto të grupit teorik, të ansambleve, kori, orkestër, domethënë edhe nxënësit në grup të paraqiten në secilin koncert. Të shoqëruar me solista natyrisht. Po e para duhet shumë punë, duhet ato të ta ndjejnë veten një herë të sigurt, domethënë secilin koncert profesorët i dinë datat e koncerteve pak a shumë, edhe në secilin koncert do dalë ai që do jetë më i përgatitur. Nëse njëri nuk është i përgatitur këtë javë, do dalë pas 2 javësh, pas 3 javësh, ashtu si ta vlerësojnë profesorët. Natyrisht ne jemi shkollë artistike dhe jemi këtu që të zbulojmë talentet të rinj dhe t'i ndihmojmë atyre që të arrinë atë majet më të larta. Mirë po një synim tjetër shumë i rëndësishëm është që ne për disa vite të krijojmë një publik të mirëfillt. Kur të kemi koncertet e muzikës klasike, të kemi ato që me të vërtet do ta pëlqejnë atë dhe do të vijnë me dëshirë ta ndjekin këtë lloj muzike. Do kishim pas qejf natyrisht, megjithatë na duhen hapësira më të mëdha, sepse me këtë numër që ne kemi, ky është maksimumi se çfarë ne mund të pranojmë, sa mund të pranojmë. Po që kam dëshirë që të hapim edhe një degë tjetër të instrumenti frymor, po që do shohim në të ardhmen se si mund t'i përshtasim mundësitë, kushte, si mund t'i
realizojmë. Këtë shkollë merren bazat për çdo lloj zhanri tjetër, pa marrë parasysh nëse në një të ardhme fëmijët duan të merren me ndoshta muzikë popullore, pop, jazz e tjerë. Mendoj që muzika klasike është baza nga e cila duhet filluar gjithçka. Kështu që padyshim që është shumë e rëndësishme. Gjithmonë kemi përkrahjen e komunës edhe organizatës turistike, edhe këtë vit kemi në plan disa bashkëpunime. Dim që edhe vite me radhë organizata turistike ka përkrahur koncertet të mirëfillta të muzikës klasike dhe masterclasset që janë shumë të rëndësishme për nxënësit, pra ai shkëmbimi i profesorëve, domethënë shkëmbimi i ideve punës me profesorë tjerë, gjithsesi ndikon pozitivisht tek nxënësit dhe tek kvaliteti i mësimdhënies. Post bashkëpunimit me këto institucionet lokale, natyrisht do kemi edhe bashkëpunime edhe me shkolla tjera të muzikës. 3 vitet e kaluara kemi pasur bashkëpunim me Shkollën e Muzikës Tivarit, me Shkollën e Muzikës në Tivat, ku jemi prezantuar me një koncert të tërë, me një mbrëmje të tërë me nxënësit tanë solistë dhe me orkestrë. Pra edhe këtë vit do kemi një bashkëpunim me Shkollën e Muzikës Prenkjakova në Shkodër. Edhe nga fillimi i dhjetorit, ne do përfaqësohemi atje me një koncert të tërin me nxënësit e shkollës tanë, që është një eksperiencë interesante që nxënësit të ndëgjojnë njëri tjetrin, të shohin salla tjera, ambiente tjera, të mirëpriten nga një publik tjetër. Po natyrisht që gjithmonë i informojmë për atë se çka mendojmë se është më e mira për ta. Për atë edhe bëhen këto lloj masterclass-esh që ne i bëjmë, që ato të krijojnë edhe kontakte, si me profesor nga Universitetet e Tiranës, ashtu edhe të Malit të Zi, që të shohin një të ardhme se çka është ajo që me të vërtetë ato do bënin ose do punonin, me çfarë do merreshin. Bashkëpunime me prindë është shumë i rëndësishëm. Pa përkrahjen e prindëve, pa bashkëpunimin e prindëve, suksesi nuk mund të jetë 100%. Atë ishte shumë e sigurt. Buzuku shprehu mirënjohjen për punën e përbashkët të mësuesve, prindërve dhe nxënësve, duke theksuar se muzika është ura më e bukur që bashkon njerëzit dhe i jep shpirt çdo brezi të ri artistësh.